Të dashur miqtë e mi, a e dini se kush është më keq me madhe këtij vendit pas Edi Ramës? Është Sali Berisha. Njeri që po e vjedh për 13 vitesh dhe Sali Berisha që po e djeg dhe po e shkatron këtë vend çdo ditë më tepër. Shqipëria nuk ka nevojë për proteste të cilët krijojnë tensione, djegje, shkatrim, sepse kë po shkatroni tokën tonë të përbashkët, pasurinë tonë të përbashkët, atë që quhet Shqipëri. Nëse ka nevojë për protesta, ka shumë dhe shumë nevojë për protesta. Sepse protestat e opozitës nuk janë protesta, janë zhurmë, janë dhunë. Shqipëria sot ka nevojë për një alternativë qeverisë ndryshe. Këta dalin shesh ku akuzojnë majorancën për vjedhje, për kapje institucionesh, për korrupsion, për njerëz korruptuar, por është e njëjta gjë, janë e njëjta fytyra si këta dhe ata. Sepse kemi një opozitë e cila drejtohet nga Sali Berisha. Nuk mund të ndërtojmë një Shqipëri ndryshe me njerëz të cilët kanë 30 e kusur vjet që kanë qenë kryeministër dhe vazhdojnë të jenë kryetar e opozitës. Shqipëria ka nevojë për një opozitë e cila i përket popullit dhe shqiptarëve, jo një opozitë e cila i përket Sali Berishës dhe individëve. Një opozitë e cila të jetë çliruar nga e shkuara, një opozitë e cila të sillë një alternativë qeverisë. Këta janë aty që presin të marrin pushtetin, por nuk thonë çfarë do bëjnë ndryshe nga këta që janë pushtet dhe si do qeverisin. Më shumë se opozitë, shqiptarët kanë nevojë për një opozitë e cila të krijojë besim, të krijojë ndërgjegjësim kombëtar, të krijojë një rezistencë kombëtare. Dhe kjo nuk bëhet vetëm në Tiranë, por duhet të bëhet në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo nuk bëhet me Sali Berishën, por bëhet me një fytyrë të re politike, e cila të ngjellë besimin, të ngjellë ndërgjegjësim, të ngjellë një rezistencë kombëtare. Dhe për sa kohë që opozita do vazhdojë të jetë me Sali Berishën, Edi Rama do vazhdoj të qeverisë dhe të vjedhë këtë vend, sepse shqiptarët nuk kanë më besim tek një figurë e vjetër. Pra, opozita duhet të shërojë veten nga e shkuara për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe. Dhe për të ndërtuar një Shqipëri ndryshe duhet një opozitë ndryshe, një opozitë e cilë të përkasë shqiptarëve. Por këta kanë etje për pushtet. Keni dëgjuar në parlament ku Noka i tha kryeministit, po pate, Menderi i tha, rri në kryeministri ditën e protestës. Janë bërë si dy grupe mafioze, ku kërcënojnë njëri tjetrin, ku sfidojnë njëri tjetrin, kush është më fort, se kush do të vjedhë dhe të shkatrojë këtë vend. Dhe jo një forcë politike e cila lufton çdo ditë më tepër për këtë vend dhe Shqipërinë. Po është një klasë politike që është kthyer në një bandë mafioze ku sfidojnë njëri tjetrin çdo ditë më tepër, sepse etja për pushtet nuk pas ka të sosur.